praktikisht 4 javë nga zgjedhjet e radhës, që do të jenë zgjedhje të parakoshme, për shkak se si e dini edhe ju, në datën 9 shkurt, ndonjë se fituam në zgjedhjet e rregullta, nuk arritëm që ta krijojmë shumicën në kuvend dhe ta fillojmë mandatin e ri të qeverisjes. Prandaj gjatë këtyre muajve kemi qenë qeverisja në detyrë, me detyra shumë, të cilët kemi kryer mirë mbarë me krejt çfarë kemi mundur dhe ditur, dhe ja ku jemi tash, vetëm 3 javë para fillimit të fushatës, atëherë kur qytetarët e Kosovës do ndodhen kampanjën zgjedhore, ashtu që me datën 28 tetor, me votë të lirë dhe me votë e cila është e ndershme, onë e bën Komunën e Kosovës për të merat të përcaktuar 4 veçorje të ardhshme. Unë vazhdoj shumë për mbështetjen, kontributin dhe përkrahjen që na e keni dhënë për shumë vite, dhe po ashtu falenderoj ambasadorin tonë, profesorin Mita Rusi, për punën e saj fuqishme që do të bëjë, edhe për ndihmën e Kosovës për juve si bashkëpunëtor, si të qenën e vendosjes, kantrinën në gjithë ekipin të heqës dhe Flora Hashmemetin, e cila përveç sekretare qendrës personale, sekretare e përgjithshme në Agjencinë e Vendosjes. Faleminderit që nuk mund të themi në 4 vite, nuk themi 4-5 viteve të fundit, rritja ekonomike në Kosovë ka qenë mes 34%, asnjëherë nuk kemi rënë në 4%, në ka qenë trilioni e dytë. Si vjetë rritja ekonomike është 4,58% të bruttoprodukteve. Me fjalë tjera, pavarësisht polemikave politike, pavarësisht asaj që është si krizë institucionale, ekonomia nuk ka rënë asnjëherë. Dhe në fakt të tregojnë që ka një dimension artificial të problemit në Kosovë, e që shprehet më shumë e më shpesh prej atyre të cilët i ka humbur privilegjet që i ka pasur dikur në të kaluar. Me fjalë tjera, njerëzit që kishin privilegje, kur i humbën ato e përjetuan si padrejtësi. Në fakt padrejtësi ka qenë privilegje që i ka pasur. Dhe tash rritja ekonomike në Kosovë të kinë që qëtër nuk e lërë asnjë mbrapa dhe nuk ndikohet të gjithë shpëtarëve paralel. Rritjen ekonomike për shtet, ne nuk e kemi mbajtur në sistem apogar, ne kemi shpërndarë të shpëtarët, dhe kjo është arsyeja pse për të parë në Kosovë janë vendosur shtesat për nëna të fëmijë, janë rritur pensionet, janë mbështetur studentët me bursa, por edhe në arsim të pjekëfarës, në mënyrë që të gjitha të jenë dorë me shtetë, të ketë mundësi sa më të mira për personitet në jetë, por në temën ku e vazhdojmë hapin në vend të tjera, jo vetëm të rajonit, sepse faktikisht shumë kohë është kundër. Para 5 vjetëve, Kosova nuk krahasohej me rajonin, kur krahasohej ishin ose të fundit ose para fundit, prandaj mbas të pandemie nuk krahasoheshin. Dhe ka këta qenë ose të parë ose të dytë. Pra prej organizatave të ndryshme prestigjioze ndërkombëtare, si për shembull World Trust Project, Freedom House, pastaj Transparency International, Gallup International, sa i përket të drejtave civile, krimeve politike, luftimit të korrupsionit, sundimit të ligjit, pastaj gjithashtu edhe sigurisë për të lëvizur kultuar sigur e qetë natën, Kosova ashtu se e para se. Pra para 5 vjetëve, me këta tregues, me këto indekse të demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit dhe kështu me radhë, kemi qenë ose të fundit ose para fundit, tash jemi ose të parë ose të dytë. Dhe jo një kaq, kur kombinohen rritja ekonomike me këtë progres demokratik, këtë tregon që zhvillimi në Kosovë, në njërë më, në dignitetin qytetarit në anën tjetër, kanë ndodhur paralelisht. Ju e dini që pas për fuqisë të botë që duhet të thonë që për zhvillim nuk ka çka duhet dignitet. Ose ka të tilla që duhet digniteti për gjitha grupsha e kokës sa zhvillim të kenë. Unë besoj që këto pozicione ekstreme në të mira,
Ajo çfarë kemi marrë ne është më e duhura, pra edhe zhvillimi ekonomik në rritje të pasueshme, për nënën tjetër edhe indekset e demokracisë, shërimit e të live politike në anën tjetër që ashtu nga rritje të pasueshme. Prandaj, shpikërisht për shkak të kësaj rritje ekonomike, është rritur dhe punësia. 350.000 konsumi ka pasur Kosova në pranverën e vitit 2020. Dhe tash në thjeshtën e vitit 2025, ka 180.000 konsum. Një rritje për javë dhe kjo rritje e punësimit, natyrisht që nuk të me njëherë edhe zbriti pa punësisë, ka qenë pa 26%, se 11%, dhe për herë parë në Kosovë i kemi edhe 2.000 konsum nga Azia e Largët, nga Bangladeshi edhe nga Filipinët. 2.000 konsum nga fabrika të Kosovës. Ta zëmë në një fabrikë në Ferizaj, ku ka qenë në vizit, saj druesi ishte nga Bangladesh. Sepse ka pak saj drues Kosovë. Dhe kjo është një arsye pse kemi filluar me lidhje që tema shumë, arsimin dhe aksimin personal me Filipinët. Pra është domosdoshme që për çdo diplom shkolle të kemi edhe një vendus. Kjo nuk e parandalon arsimin akademik, jo po krijojmë një shans që për 2.300 interesantë që tashmë kanë kaluar në sistemin dual, dhe të cilët kanë gjetë punë në kompani të ndryshme. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë një program shumë të mirë, me çastin kaluar në subvencie për të sistemin dual, dhe nxënësit i kalojnë 2-3 ditë në punë, por edhe 2 ditë në shkollë, në punë zbatojnë praktikisht dijen teorike që marrin në shkollë, veç se edhe mësohen duke punuar. Pra, jo vetëm që mësojnë për të punuar, por edhe mësojnë duke punuar. Dhe kjo po e rrit punësimin tek rinia, përveç programeve si për shembull Superpuna për rinj, me çast të gjithë prej mundit të mëdhenj. Dhe në moshën 29 vjeçare, që punësojnë në sektorin privat, japim i mundësinë që për 6 muaj ta marrin bonus pagën minimale. E pagën minimale këna gjetë 130 dhe 107 euro, pasi sa i ti ma pak se 45 veç, apo më shumë, aq pak është paga minimale. Në 130 dhe 107. E ngritëm në 264, e ngritëm në 340 euro, prej një janarit paga minimale në Kosovë 425 euro, dhe ka shpejmi për rritë. Dëshiroj
pjesë të tyre njërë. Dhe kemi arritur që ta ullim voce. Deficiti bugjetor në Kosovë, vitin 2021, për në amorë që deficit ka qenë 500 milion të nërë. Dhe ka stash është 25 milion. Ne kemi spritur në më pak se 5% deficitin bugjetor të smetimit. Tash deficitin bugjetor të pak të 1% ka asu me bugjetin e shtetit, me po është më pak se 5% ka asuar në atës pak dhe ka pas të 140 milion euro borgje operatorëve ekonomik, që kanë kryt punë për shtetin dhe s'kanë marrë të një. Edhe këtë në sprit nga rëfitritit në gjemë. Dhe ka pas shumë arbitrajën në kombare, ku i kemi shpëtu në 145 milion euro. Sepse një në problemet që në kanë shpëtuar që të marrëshme, është që kanë hinë kontratat dëmshme me korporatët e ndryshme ndërkombëtare, dhe më pas taj ne kemi rëzikuar që si shtetë bankëtorin i humbim rastet me për arbitrajën në kombare. Mirë po me avokaturën të shpëtore, i në arritur që të shpëtojmë rëtë 145 milion. Tash, përveç për nana e fmi, ku për fmi ka zënë, unë e di që ato nuk krahasohen me shtesat për fmi në edhe mbështetjen që kanë nëna për fmi në Norvegji, po në Kosovë ka qenë zero. Dhe i kemi rritë 3 herë shtesat për fmi, ose fundë një shtesat për fmi janë bërë 30 euro nëse një familje ka 2 fmi, dhe ka 25 euro për fmi nëse ka 3 fmi. Që kush ka marrë 20 euro për tash, në 60 euro, kush ka marrë 90 euro për 3 fmi, në 125 euro, që në rafë, dhe të gjitha shtesat për fmi i kemi në emër të nënës. Por, dhe vetëm kaq, në të njëjtin kohë kemi rritur pensionin, kemi kujdes për nënat të fmi, po edhe për nënat të vonë që mos, por edhe për pensionin, për shkak se pensioni moshës deri në vita 65 vjeç ka qenë vetëm 90 euro. Vetëm 90 euro ka qenë vitin 2020. Dhe kemi gjetur 90 euro, e voti një 100 euro, e voti 120 euro, tash 150 euro. Pra, më rëndi që prapë pensioni është dy ullë 150 euro. Mirë po, krahasuar dhe pensioni 90 euro 2-3 milion, dhe i kemi dikun afër 200.000 pensionatë. Në anën tjetër, kemi arritur gjithashtu të kemi investime të vërtetëse edhe për drejtësi, edhe për ushtri, që krijojnë një raport tim me tokë në vendin tonë, me ushtrim se në ambrojë territorit, e me kërnërës se përnëmëtarë. Para 5 vjetëve, unë kam qenë bashkë në të shokë. Para 5 vjetëve, çmimi i litrës qumshtit që fermerët e kanë shqit në vendin e rrugëllim, ka qenë 18 cent. Vetëm 18 cent litre është shqit në vendin e rrugëllim. Atë botë fermerët, direktorët në thëshin, peshko në brimët, e që na, se për ndryshe, e kisha dhe. Sot me sot, me hypë në automjet, në shumë të rrugëllim, aqë që lirë është, të grenë marë, a i përpërnusë. Ne kryon të shkruan programin, edhe tam për rrisin 50%. 80% e për 27%. Për rrisin për 9%. Sot që për klasin është 54%. Pra është fishë aso që kemi prejdu e 3 fishë i gjendë të shumë. Ju s'ka komuna, që të të jetë në 50% shtesë. Dhe direktoria të gjëpën që të një e më e të rëveshme në Kosovë. Nuk për të pas bujësi pa të të. Prandaj edhe ne përqendruar shumë tek direktoria. Në përgjithësi, rreth 81.500 hektarë kanë qenë punuar në Kosovë para 5 vjetë. Rreth 81.500 hektarë. Si vjetë në punuar mbi 121.600 hektarë. Rreth 80% shkojnë të tokës. Dhe është rritë eksporti, është rritë ekonomia, tjetër jo që kulturave bujësore së të narkotikave, por edhe herbe dhe perimeve, dhe se edhe ma tutje,
prej gjithë ushqimit që e hapë Kosovë, 30% në shkollë vendor, 70% në maturë jashtë. Po ka qenë shumë më tek se ka. Realisht prej 1.9 që ka qenë raporti eksport-import kaluar, tash është 1.6. Pra ka vend për të përgjithësuar shumë më tepër, dhe ne parashohim që në 4-5 vite dashme të kemi një investim që një më të madh për ndërtim vendore, edhe për të zgjodhur të lutë të jashtë të import. Sepse hapësia që të zgjodhohen importet për suprema. Pra ato janë biznese të reja e të mira vendore. Përveç nona fmi, bujqësi e kemi edhe ushtrin ku kemi investuar shumë, dhe këtu duhet ta theksoj në veçantë investimin që e kemi bërë pikës pari duke hequr kufizimin për 5.000 shkolle. Se Kosova ka pas tava, nuk mund të ketë më shumë se 5.000 shkolle. Ka që kemi hequr atë, edhe praktikisht e kemi minoria. Kur kemi ardhur në qeverisje, ministerimishin kanë qenë më pak se 2.300 shkolle në Kosovë, dhe tash në kohë kemi shtuar 2.700. Pra është më shumë se 100%. Është më shumë se 2%. Ne ofër 5.000 shkollë për Kosovë, në përre të përfshirë edhe oficerët dhe në oficerët. Tjetër që jemi përkej të investojmë sa më shumë, është që moshat mos jetë 23 vjeç, por jetë 24 vjeç, se ka qenë tavana se të ketë moshës. Nuk e mund të bësh ushtarë nëse jenë më i madhë se sa 23 vjeç. Është 25 vjeç. Dhe gjithashtu e kemi një 4% të trajnime në jashtë vendit. Sot produktojnë në jashtë vendit zërtarët shtetërorë, kjo është minore krahasuar në në jashtë vendit që i kanë ushtarë. Pjesën më të madhe të tim në jashtë vendit nuk e bëjnë shërbisit civil apo politikanë të krahasues, por e bëjnë ushtarë. Unë isha në Malta, në një konferencë prej Maltës për vitë në Kosto, në Malta kam shku vetë të në poma ashtu delegacionën e ka të dhe të shkoj në shumë të të tash, dhe trajnimet e ushtarët dhe parë. Sepse kemi nevojë që në vend të natës, në shtete e kontinentit të ndryshme, sa më të aftë të bëhen ushtarët edhe ushtarët. Në këtë rast e kemi 3 fishu buxhetin për ushtri, në këtë rast e kemi 100 fishu për armatim edhe për municion. Mbi 430 milion euro janë vënë për armatim dhe municion, dhe tash e kemi artuse që të filloj nga vitë jashëm e provojmë. Sepse ju e dini si shkon ekonomi. Fillim duhet me ble, po pasi mësohesh me ble, e pasi mësohesh në të tjerët që ti po blen, fillon edhe provon vetë, e blen e tjerët. Tre lloj dronave i kemi marrë tash. Dy lloje nga Turqia, nga Turqia janë dronat TB2 Bayraktar dhe në dronat Skylever. Dhe tash nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi marrë dronat Puma. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të marrim, sepse jemi marrë tashmë, sistemi antitank Javelin. Dhe në anën tjetër gjithashtu edhe helikopterët e famshëm Skytera si apo Black Hawk dhe e fundit për jo për garancia se shtuhet fabrikën e municionit dhe ta kemi në Gjakov, por gjithashtu dhe një fabrik tjetër për drona në një Kosovë. E di shumë e kam thënë që bëjeni shërbimin e detyrueshëm ushtarak sa më shpejt me një herë e kështu me radhë. Ne fare nuk e përjashtojmë atë që në të ardhmen. Ne pa e shfarë kemi proceduar ata se kemi në që të majnë që e para është edukimi mbi siguri. Këtë sistem e ka kolonime. Pra këtu kam programe në përri punë
gjendje ta japin kuptimin e parë siç duhet shokut ose shoqës në rast të si ndaljet xhatellja e general nuk di. Që modeli i polemisë të edukimin mbi sigurinë është shumë i vjetër. Në rrugëllon që në një situatë nuk di më gjithë se shqirin në YouTube. Gjoku, po këtu e disa gjëra që nuk do t'i qyri të nëjë se nuk se pasë të nëjë. Shumë rëndësishme një ti. Janë disa gjëra që të edukimin mbi sigurinë fokusohet të kresh në atase. Dhe tjetra është mbrojtja gjithëpërfshirëse. Mbrojtja gjithëpërfshirëse është një model tjetër që e kena marrë për i filmatës dhe vendeve baltike, që nuk kupton që në rast të rrezikut, secili qytetari i Republikës me ditë vendin edhe funksionin qytetarë. Sepse edhe nëse bëhet rekrutim të madh të tyre, që arrit shumë përfejnë, me kur nuk është shumë e menqër. Ma e menqër është që secili qytetar ta di se çka duhet të bëjmë në situatë të krisis natyrore apo të analizë. Kemi bërë edhe pas vargim në Shtetet Bashkuara Amerikës me Mbretërinë e Bashkuar në Belize dhe në Ishujt të Tongut dhe si vjet kemi qenë edhe negocier, pjesëmarrës në Defender Europe 25. Shtetet Bashkuara Amerikës organizojnë me të, Defender 25 kanë marrë pjesë 25.000 ushtarë, oficerë të nëpëtëse, janë 29 shtetë. Kosova ka qenë që se si mesën në shtetere, o ka qenë në mesën në 18 shteteve një këtë shtetë. Dhe që qëto operacionet në Europën një klindore, në kuadrë të Defender 25, janë dirigjuar, komanduar, kontrolluar nga divizione 28 i Konsulisë së Ushtrisë Amerikane nga Japonia. Në mënyrë Kosova ka hyrë në hartën e shteteve të cilët edhe i kontrollojnë se vetëm që përfitojnë nga ajo. Diçka që besoj është mirë të përmendim në rast është që gjithandaj në botë, edhe këtu në Norvegji, kjo prerja e ekonomisë dhe mbrojtjes do të vihet të industria ushtarake do të vihet të rritur. Samiti i NATO-s në Hag, ku shtetë në NATO-s u zotuar për 5% të produktët vendor që ta shojnë në mbrojtje, tregon se ka po shkon alianca dhe atlantique se përket kapaciteteve të saj. Prandaj edhe ne do të jemi ata të cilët në mënyrë të tekstuar do të na duhet të bashkangjitim me këtë, sepse e para jemi drejt NATO-s se alianca më e fuqishme e njerëzimit për anësimin tonë, dhe në anën tjetër për shkak se NATO nuk ka armatim drejt. NATO e ka vetëm armatimin e shteteve anëtare. Dhe ne si shtet jashtëm anëtar, na duhet të kemi armatimi edhe municionit. Bashkë me të kemi investuar në polici, projekti të polici në shtetër për 103 dhe kemi përfshirë edhe të komunitetet e tjera. Sfidën e parë të madhe e kemi pasur me 5 nëntorë të 2022, për në mënyrë kolektive. E ka të nëshu punën 546 projekte së në vejtë. E nëshu punën edhe për grove të edukasit, se të ata shkresuar në të integrojnë sistemi. Dhe për integrojnë sistemi, mandej në zotë kaosi dhe një mëndohë që në atë kohë të shumë për Republikën e Kërë, që të liu ka me morë Kërë me në gjumë, se sërbët i në shumë institucion. Që Republikën e Kërë të që Republikën e zotë. Fori është në Republikën e Kosovës, neve në nevojtë fori, po fori si nevojtë në shkina, po e konatë. Nëgash, neve në nevojtë Republika është edhe sistem i demokracisë, i interesit publik, i qytetarë, i përvarimit modern, por në anën tjetër, Republika është edhe si vërtet qytetarë i territorial. Në këtë aspekt të i sjellë një në rrojtë rëndësishëm,
që për atëherë, 199 kolektë sërë ka vetë, jenë përfshirë në policinë të Kosovës. Më shumë se 1/3 në atyre kolektëve që janë shumë punën e ekipit të Kosovës. Aty ku nuk kemi mundur me sërë, janë inkuadruar shqiptarë, janë inkuadruar edhe sërë. Dhe në 4 komunat në veri, janë punësuar, pasi që ata sërë ka të ndërheqen, janë punësuar mbi 100 sërë me kontrollat të rregullta dhe mbi 200 me kontrolla mbi. Pra nuk kemi liruar pakum, nuk kemi liruar që të integrojë sistemi dhe sot gjendja atje shumë e nënshtuar, janë 9 stacione policore rreth janë 4 stacione policore në komuna të cilët i japin llogari drejtorit Jasmin Hoxha, ministrit Gjeraj Sveshta, por luti në Beograd. Kemi një numër të jashtëzakonshëm të rrugëve ilegale, të cilat janë të mbyllura, janë shkatruar dikur rreth 150 kriminale gjatë kësaj periudhe katërvjeçore dhe kemi që ashtu është përmendur që mbi 350 zyrtarë publik janë arrestuar edhe mbi 1600 persona në përfshirë në pracime penale për korrupsion. 29 prej 37 rrugëve ilegale të mbyllura janë në vendin e Kosovës dhe po ashtu 10 laboratorë për prodhimin e kriptovalutave janë shkatruar në vendin e Kosovës. Atje përveç se nuk është paguar energjia elektrike, edhe fondi i pagesës së energjisë elektrike është shpesh përdorur sepse kanë prodhuar kriptovaluta. Ashtu me kriptovaluta ata kanë siguruar profit të madh. Po, kur kanë pasur energji elektrike që se kanë paguar, ata kanë super profit. E tash edhe nuk ka në laboratorit të tilla të valutave, edhe energjia elektrike paguhet për kallim prej jemi përpjekur që restaurojmë sa më shumë aspekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë dhe pyetja që i kisha veçuar në këtë rast janë zbulime shumë të mëdha që në bën katër vjet të fundit. Dhe njëri prej këtyre zbulimeve arkeologjike është më i madh në Evropë, që është bërë në Olimpiana, tash vjen në fund të analizës por periferia e Italisë. Është zbuluar Justiniana Sekunda, është një qytetës e nëntëdhjetëme, templu i cili ka qenë grop e kreatorit roman Justiniani në shekulin e 6, grua së tij Teodorës, dhe kjo është zbulimi arkeolog të Kosovës në bashkëpunim me Ekologjisë Normale Superiore të Parisit me profesorin Kristof Godat, që jemi shumë falënderues dhe në atë rast është rritur shumë të turizmi kulturor në Kosovë, i kemi bërë disa shpërthime të nevojshme dhe po vazhdojmë trajnimet arkeologjike aty. Kemi pasur shumë hapësa që mund t'i bëjmë shpërthime, me sukses i kemi vëndu në Kosovë, ndërkaq që në anën tjetër e kemi edhe në Prizren, një zbulim shumë të rëndësishëm, 200 metra larg Shadërvanit, një zbulim arkeologjik ka treguar që Prizreni është 8 shekuj më i vjetër se sa që kemi pandemik. Tash u interesuan faktikëllarët tonë se cili ka qenë randimi i servisë dhe institucioneve të saj lidhur me Justiniana Sekunda që e kemi zbuluar në Kosovë, që më shumë larg prej manastirit të Graçanicës. Ata nuk kanë pasur reagim negativ, sepse kishin thënë që nëse Justiniana Sekunda është më të Prishtinës, Justiniana Prima është dikur në rrotë të mish. Kemi një arkeolog shqiptar që se pretendojnë që në fakt Justiniana Prima është vetë Prishtinë, por nuk e kemi të mend arruminë. Por nuk ka pasur një lloj problemi shtetëror për këto zbulime të reja, thjesht këto janë fakte të cilat
tjetra që kemi investuar shumë është filharmonia, institucioni i teatrit të operës dhe baletit, pastaj skenën e pavarur artistike edhe muzikore, por gjithashtu edhe sportin dhe sundësimin. Për shkak të këtyre mesazheve të 2010, është na duhet që të ndërtojmë 20 stadiume të kombina, jo stadiume shumë të mëdha, por si qoftë sipas standardeve të UEFA-s dhe që të gjitha këto natyrisht ndikojnë edhe në arsimim në Kosovë, sepse po e lidhim sportin me shkollat, por po e lidhim edhe artin me shkollat, sportin shkolla dhe artin shkolla janë dy programe fillore se kemi vendosur në infrastrukturën tonë. Mëtej, jemi kontribuar gjithashtu edhe sekretet shëndetësisë, edhe kulturës, ku buxheti për shëndetësi është rrit rreth 60%, krahasuar me 50 herë, s'pe marrin vitin pandemik 2020 për një krahasu, s'pe marrin vitin 2019, edhe kemi 60% rritje të buxhetit për shëndetësi, me qast të pasëm të lista e formave secale ka qenë 20 milion euro, tash është bërë 70 milion euro e në vitin e ardhshëm do ta bëjmë 100 milion euro, po i trajtojmë që të një ma shumë edhe sëmundjet më të rralla, dhe pikërisht trajtimi i sëmundjeve më të rralla e ka zbrit udhëtimin në vendit për shfaqje shëndetësore. Specialistët në shëndetësi në Kosovë i kanë pagat më të madhe në rajonin e Kosovës. Me kujdestari edhe me shkenca deri në 2000. Për shembull, një kujdestari, sikur sot që është djetë, një kujdestari 24 orë, e mjeku specialist paguhet 200 metodë. 200 metodë për 24 orë, mjeku specialist. Të dhe me tonë që s'ko mjekë që s'shkollë. Po më të besoj që kemi edhe kushte dhe arsye për të shënduar. Tash, si rezultati këtyre politikave, kërkesat për licencim të profesionistëve shëndetësor janë rritur shumë. Ka qenë në vitin 2024 janë larguar në Kosovë 7% shëndetësor, por kemi 194 aplikime për licencim për të qenë pjesë e sistemit. Pra, gati 3 fishi i atyre që kanë shkuar janë kthyer. Dhe kemi edhe lëvizje në rrapin tjetër. 3 rezonanca magnetike i kemi instaluar në Kosovë, për 20 vjet kanë qenë vetë 2 rezonanca magnetike, ka qenë 3 rezonanca magnetike shtesë, njëra është në Prizren, tjetra në Pej dhe tjetra në Prishtinë. Pas programit klinik pas klinike, kemi filluar edhe një spital, sepse është kollajmi